Pas sulmit ndaj pediatrit në Spitalin Klinik të Tetovës ka reaguar shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Në reagimin e kësaj shoqate shprehet revolta dhe indinjata e thellë kundrejt dukurisë së shpeshtuar të sulmeve fizike dhe verbale të punëtorëve shëndetësore në veçanti ndaj mjekëve. Dukuria e lartë përmendur nuk ja nënshkaloi as edhe festat e fundvitit me sulm fizik ndaj punëtorëve shëndetësor në repartin e fëmijëve në Spitalin Klinik të Tetovës. Veprim që e dënojmë ashpër dhe shprehim shqetësim të madh në kryerjen e profesionit ton. Njëherët kërkojmë nga organet kompetente të sjellin me urgjencë ligjin për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve shëndetësor dhe obligimet e tyre, thuhet në reagimin e shoqatës së mjekëve shqiptar në Maqedoni. Ndryshe, rasti më i ri është denoncuar pas ditën e së shtunës kur në stacionin policor në Tetov, IO 59 vjeçar, mjek në Spitalin Klinik të Tetovës, ka lajmëruar se është sulmuar fizikisht nga një person. I njëjti ka qenë kujdestar në repartin e fëmijëve në Spitalin Klinik të Tetovës, me qrast rreth orës 15 kur një i panjohur së bashku me 2 vajza tjera dhe një fëmijë të mitur kanë hyrë në ordinancë për të marrë ndihmë për fëmijën. Mjeku kur ka parë raportin e repartit të hirurgjisë ka kërkuar udhëzim. I panjohuri është vërsulur dhe fizikisht e ka sulmuar, ndërsa më pas ka filluar me dorë të gjuaj në zyrën e punës. Kompjuterin dhe sende tjera i ka hedhur poshtë. Mjeku përmes motrës medicinale QJ 46 vjeçare ka kërkuar që të thirret sigurimi. Kur motra medicinale ka tentuar ta thras sigurimin, ai është vërsulur edhe asaj dhe më pas ka lëshuar vendin e ngjarjes, njofton policia e Tetovës. Më pas policia ka arritur të identifikojë se bëhet fjalë për 25 vjeçarin Nëson nga fshati Shemshov, punohet në zbardhjen e plotë të rastit.